Mes dhimbjes, lotëve, përuljes dhe duartrokitjeve i është dhënë lamtumira e fundit Enea Mekollit, efektivit të policisë i cili humbi jetën një ditë më parë gjatë një operacioni policor në zonën e Lozhanit në Maliq. Prej mëngjesit në qendrën kulturore në Pogradec janë mbajtur homazhe në nderim të dëshmorit të atë-dheut, ku të afërm, miq, përfaqësues të pushtetit qendror dhe lokal, kolegë dhe qytetarë të shumti kanë shprehur ngushëllimet e tyre familjarëve të 34 vjeçarit. Me dëshpërim për humbjen e familjarit, xhaxhai i Enea Mekollit ka apeluar për vëndjen para përgjegjësisë të gjithë personave që urdhëruan këtë operacion pa krijuar kushtet e nevojshme të sigurisë për jetën e punonjësve të policisë. Të pranishëm në ceremoninë e homazheve ishin edhe presidenti Bajram Begaj dhe zëvendës kryeministri Albana Koçiu. Enea Mekolli do të prehet në varrezat e fshatit Blac pas kërkesës së familjarëve që ceremonia të kryhej në vendlindjen e tij pranë vëllait, po ashtu punonjës policie i cili është ndarë nga jeta vite më parë si pasojë e një sëmundje të rëndë.